ta zbërthejmë deri në detale. Po i lut na Zotit që mos na fusin, mos të futen duart, sepse kena edhe një rast tjetër, e keni po në përmendore të Bill Clintonit, ku kena në Prishtinë, Djathtu Palestina e kanë shkruar. Vdekje e Izraelit, e keni po atë poshtë Djathtu Izrael, po. Kur domthon këto sene ç'të nisën. Nesër që ishin i bume. Mas nesër i bë këto, por unë jam i bindun që çato serb nuk guxon me orë miqit çfarë bashkë ashtu. Kanë me gjetë kush e ka kjo është me rëndësi të madhe. Pra, ne duhet të shohim vetëm që inshallah nuk na kanë hinë qeveri mrena. E nuk i kanë fut duart Ministrit Mbrojtjes, Ministrit Punëve të Brendshme, në organe se ne kem, unë kom pas edhe kom bashkëpunim të jashtëzakonshëm me departamentin antiterrorizmit për shembull në policinë tonë. Me AKI-n kem edhe policinë, kem djem dhe vajza të jashtëzakonshme, inteligjente, shoqërallore që i kem. Prandaj duhet kemi kujdes për kësaj çështje sepse ky vakum institucional që e ka edhe këtë muhabetin e asaj që është ma let me dëpërtue, ma halaj është. Njerëzit sot për pare bujnë qka s'mos. Janë shumë letë të thyëshëm. Këto po i thëmë, se këm lezu edhe vetë në analitik, kur këm punu, pasha besën, unë e s'kom qef me folë për këto senet dhe me batë se në fikë kështu e bisedojmë, nuk kom qef me të regu sepse fjale e mirët si e vërtet. Sigurisht. Sepse unë këm punu atë, unë nuk po raj. Qka për të më thonë, Fatmir me ta, po mëna që këtë bakë institucional mund me përdurë Serbia për me bona destabilizim Kosovë? Po qëtë për shambull, ju sot e keni, sot, tash nuk e di kur i për kjo emision, por ju sot e keni prej thët Këshilli Evropian. Kosova nuk dëgjën e këtë fjali. Kosova, e keni para 3 orëve këtë punë që po ju thomë në tash. Kosova nuk mund të bëhet pjesë e Këshillit Evropian, kusht e ka themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbë. Ne kanë fut kriter, kusht, mrena, domthonë na nuk mujmë bëhem. Tash del kryeministri e pash edhe deklaratën e tina si papagaj pisket, po vëdi, avar, tash është vonë. Vonë se me vakt nuk i kena kryu punë dhe detyrat dhe obligimet që i kena more që i ka full Zoti Gashi shumë herët për këto punë. Për shkak të kontakteve të ndryshme ka qenë Amerike, i na dal publikisht i kena thonë shumë sene. Pra, ajo që unë po them është që duhet kemi kujdes të veçantë, sepse kur janë nis ky zinxhiri me u të hollue, aty është kanë shumë kallaj me dëpërtue shërbime, edhe mos kujtoni që s'është veç bia Serbisë. Na kena edhe prej Maqedonisë Veriut, që atje që ne kanë arrestue djalin që ka honë është UÇK, në arrestin burge, ikuaj për arrestit e ka listat të ndryshme të Serbia që po i dërëzën Interpol, edhe në Malzi edhe ka. Pra, ajo që unë po thëmë, duhet kemi kujdes të veçantë që mos t'i fusin duart, mos t'i lom shërbimet sekrete. Veçanërisht Serbisë me na i fut duart sa ma thellë në organet të sigurisë dhe në për parti politike. Kjo duhet tjetë permanente, edhe nuk ka kur gjithë keq që me të bo vetingu, duhet me të bo se cilit, prokurorit, gjykatësit, policit, të gjithve, drejtorit të AKI-s, gjithë 6 muaj, për bes po, edhe e fundit, që ta që i kanë zonë, për shpionazh, nëse i denojmë për jetë me burg, këta tjertë, që monohen halo me bishta me bu, kanë mu menu 2 herë, a me punu për tajo. Dëshë të plëtsoj pak Fatmirin, nuk ekziston ma oficialisht lufta e ftohtë. Nuk ekziston ma. Por janë di bloqe, di rrima, ajo pro-ruse, që është jo mbrellë në Balkan, edhe këto shërbime tjera, sidomos mos e kemi në cijën, në hanë natën në veta, po kemi cijën e shërbime tjera inteligente, të Amerikës, të Anglisë, të Francës, po duhet thëmë që nuk ka institucion asë në Kosovë, asë në Shqipëri, asë në Maqedoni, asë në Bosnje, të cilët nuk janë në vëzhgimin e shërbime sekrete, qoftë njënit blok, qoftë tjetrit blok.
për cilën edhe institucion, le tjetë ministraj, nuk ka gajlaj, a e manë vëzhgima, ta edhe ashtu. Prandaj, duhet popli pak. Të një reagim i fundit që tash, se përdori shumë mirë të vendit e treta, Serbia, për momentin, nga thëmë publikisht, është e përdor elementin boshnjakve, Sigurisht. në aspekt në qarqin e Kosovës, për shkak që e përdor elementin fetar musliman. Njëkohësisht është ka përdor edhe një segment turk. Nga Turqia, për të na revanşuar në elemente caktuar për të na krijuar destabilitet brenda. Domethënë këtu janë faktume për shërbimit mik që unë e kam draftuar publikisht. Ta keni qartë, elementin bosnjako-malazes e përdorin si vikindse besim. Për shembull, ne e dimë Fatmiri njëri për agjendën që ne kemi jetu, është që ka vesh tirë që të shku në familjet atë me ashajt, me Arona jo, për herë të parë për thëmë. Edhe o shku te Ramush Haradini në Glogjan, me tirë që ka puqin, edhe na i tregoj ke fotot, i dolin para flamurit pëmëtar, agjendë i infiltruar. Malazes i bijes, malazes boshnjak, u grajtet i qëfar elementi. Pastaj është detyruar me mu largu para ca vjetësh, me një farforme... Bujna me përma me amër? Jo, tash nuk bënë, se e kom në etikë profesionale, organet e sigurisë veç që kanë kërë punën e drejtorin AKI-s, edhe drejtorin e policisë ato të kalëzën. Kjo është i ri, do ma herët kanë qenë. Me një farforme, elementin, ne du të mirujt vetëm elementit besimit, mos kemi besim, as të turqit, pas të boshnjakët, pas të malazes, as të E kurkush. ki fjallë besim, kështu mos mi besu, jo feje, po besim, Jo, mos mi besu. besim moral me ullë me bisedu me to. Faktikisht ai po e ilustron problemin e fesë. Unë jam musliman, në ti je musliman, na e rregullojmë këtë element, edhe me një farforma e ty po të vjen dejte safi pare gjamisë dhe po të falet ty. E vërdet. Kretë për fund, më falni shumë, po edhe një minutë e kësha morë kufat me shehu dhe çka do të dëllë me qeverinë e Republikës Kosovës edhe konkretisht me konstituimin e kuvendit. A do të kemi konstituim të kuvendit pas asaj që po besoj këta ndërkombëtarët i kanë fol pak vesh kryeministrit tonë. Çka do të dëllë Fatmir? Që halosu kull trompe, kur të kullët aj, pasha besën, monument që po i thëmë që të kam u formu për 2 minuta. Po qysh? Halosu kull. Kur të kullët, janë një krizmën. Po qysh? Mësëm vetë manena. Kam u formu edhe kuvendi, edhe qeveria, edhe krejt, nuk e len, nuk mundet me kjo punë kështu. Me kryeministrin Albin Kurti apo ka? Po, vëj, së më rëndësi për besë, do të botë kush donë. Po jo është me rëndësi se ti ke thonë që Amerikanë nuk e lejoj me... Ja, Albin Kurti është në embargo Amerikës. Nuk po zbuloj ujnë e nëzetune. Albin Kurti është në embargo të shteteve të bashkuara të Amerikës, po ta ka thonë Florin Krasniqi ty qëtu. E vërtet. Edhe, po nuk, a ka thonë vetë Kurti, po nuk ka nevoj bre, ma ka unë gjithë mojë bre kryeministre. Po i ke qështu, a po i ke qështu?